na ka ndodhur diçka e papritme. Ka ardhur një person i ka uzurpuar 14 prona, ai nëse e gjon në mënyrë, ai ka më shtinë një hipotekë. Por me ardh mi blez, besoj që hen dikush për shqiptarëve. S'ma merr mendja që vjen dikush e hin a ka lip pare, po ka lip pare. Arën e fundit kër na konën i ka lipur 140.000 euro. Unë e bile më nervozova, dola jashtë, s'kam nerva me bisedu me atë njeri. Kur këm dalë jashta, hoxhës i kishtë thonë edhe kushke, daja qef Selmoni, i kishtë thonë 70.000 euro. Ai si ka investu, as 50.000, as 30.000. Ai s'ka po nevojë hiç me ardhë. Po tam që ai duhet mu të rjek, me këthi pronën njerëzve që e kanë punua, se këto njerëz me mundi e kanë blija tokë. Kush nuk e ka falë? Një ka cej prosh në ka qitë. Edhe na që shti hamin mas veti. Me o marë pronarve tokat e 50 vjetë, po kjo turpa për neve. I ka 40 vjetë që kom bleja tokë, e punoj, e kom në gjithë me shpijen, veç kur kom dëgju një ditë që pronar që tërkosh është jesë i tokë. Kur e mure vesh, dëmon, a erdha i personi që ka blet? Jo, jasë se njon ata, se njo hiq. Jasë se njo. As kur se kum po, as se njo as. E që kuptove, dëmon, që pronën që një ble para 40 nuk është tash pronë e jo të ligjët? Mes Facebookit e kanë qitë. E kuptove, kur e posh, që është i duarit tem dulat i me arën. Arën e kom gjithë me duvarët e poshtë për shpisë. Ta ka prek parcilën arën, apo ta ka prek... Arën, ma ka prek edhe një copë në fund të borrit ka hi, të shpia. E tash dëmon, ligjërisht, aja pronë është e dikuj tjetër. A i një anku në gjykata, keni vendos me... Po, pa tjetër, do t'jemi konë polici, kemi me shku edhe në gjykatë kismet, edhe avokat kemi me zonë, këtë kemi këto pa tjetër. A keni tentu me komuniku me pronaren tash juridik të asaj prone? Po, kena tentu që hoxha u konë, e kanë taku, a i s'prana, ajo është të këshirë veç me mujtë me nëzirë pare, diçka me na marë pare. A ju ka kërku pare? Po, ka kërku. Ju një konë prezent në takim, në kur ka ndodhë me pronaren juridik të ashtë pronës? Që ki shka po i topari i blatës, shka po në Kamenic, ju jam konë vetë, kum besedu me ata. Edhe i kum thonë, o burë, borave si ka blije që ka parcela, 14 parcela, bajnë afer 3 hektarve. I kom blije. Tha, qish i ke blije ti? Qish? Tha, i kom blije unë e pini sërbit. Tha, shti po rejnë. Tha, nuk i ke blije për sërbit, po i ke blije për bashkëpunim me ta ke bon, me bon bashkëpunim. Edhe i ke blije. E për thamone, sa i ke blije? Kështu edhe nëherë pagozhon. Tha, i kom blije një kerja, kom on edhe do pare. Tha është, hajde të ora, edhe orën ku je, tha jo se di, mu i kom blije, tha ora, tha për biznis. Këtë që do shkajerën që do dëshmitar që do, orat janë blime përmi 40, teri 70 vjetë si kemi ra na, orat i kemi punue, s'kemi paku një farë problemi. E më ke, e ka gjithë që të sërpër që të shkinën, edhe ta është ta ka qitë këtë dhe bugatela, Balmaki edhe Belajda dikuja ka me ardhë, shqiptarit. Mja bo që da, unë e s'kum besue, që shme mundët me amarë, 40-50 vjetë, e punët tokën, e mo quë me ta marë. Ta i lipin dokumenta, edhe mi pona dokumentat, nuk kemi dokumenta se shpijat te përgjithës katunit akon i gjekt. Ska mundësimi blije këto, tokat janë pronat tona janë. Ka ardhën në Feloni, kush ashtë, ose kum takuat njëri. Asë herë, asë du të atakoj. Pas, a i prekun të personalisht nga që kjo... Vlavi. Vlavi. Po, Vlavi. Ja ka morë arën, apo? Arën ja ka morë, 30 arë. 32 arë. E kur e këni bliju atë arë si familje? Atë arën e këna bliju në mos po këty që 4 vjetë. E këni punu regullisht? E këna punu e. U burat a duhet me kapën me aljo duhet me që në burk. Këta monja 2 orë në burk, apo 3, apo 1 natë, apo 2 natë, e fonë ndryshe. E tokën e ujësën e merë. S'ka shonë që me morën, po qëtë problemet. Konkret rastit e në është 32 arë. I ka tunat nëmën vitin. Barë që gjallën e ka takuaj adje, a i thot që une nuk i di ku janë arat, po këto i kanë morën dhe shka me fitue, që kanë bohe. Pronarëve jo legjitim, se janë jo legjitim ato që i kanë transferu pronat me mashtrim, tua këthejnë pronarëve legjitim pronat me një kompenzim të shpenzimeve materiale, natyrisht. Pronarët shqiptarë që kanë blerë, që kanë marë
pro në emër të vet. I kisha lut, edhe po them lutje, që ne të na lënë rahat, se bolli kemi nënën e kundër sërbt, mos bëhen mash e tyre dhe të nxjerrin të lashë.